Të ndëruar vëllezër besimtarë, feja islame është fe e pastër, është fe e ndershme, është fe e moralit, është fe e krenarisë, është fe e punëve të mira. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ndalu të kësijat, i ka ndalu të shëmtuarat. Kul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, vërtet thuaj vërtet Allahu i ka ndalu al-fawahish, vepra të këqija, të liga dhe të shëmtuara, ma dhahara minha wa ma batan, të dukshmet dhe të padukshmet. E prej këtyre padyshim, prej veprave më të shëmtuara, prej të ligave më të mëdha që mundet me ra njeriu të ndëruar vëllezër besimtar, është prishja e nderit, është prishja e moralit, apo është zinaja. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ose thot profeti alayhi salatu wa salam, ijtanibu sab'al mubiqat, runë nga 7 mëkatet shkatruese. Pra jo vetëm mëkat, jo vetëm vepër e shëmtuar dhe e ligë, por vepër shkatruese, vepër degeneruese që e shkatron njeriu, e shkatron familjen dhe e shkatron shoqërinë të nësi. Prej tyre ka përmendë këto 7 vepra që profeti alayhi salatu wasalam, ose 7 mëkate të mëdha që ka kërku më largu prej tyre, njëra prej tyre është zinaja, amoraliteti apo prostitucioni. E për më largu prej tyre të ndëruar vëllezër besimtarë, prej tyre veprat shëmtuara në përgjithësi, e prej zinas dhe amoralitetin në veçanti, besimtari duhet me ndjek rrugën e Zotit të tij dhe duhet me i pasu udhëzimet e profetit e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. Subhanallah, nuk ka thonë vetëm mos bëni, po as mos ju afroni, pra mos ja hapni derën zinas, mos i leni hapësirë në asnjë rrethon afrimit të amoralitit nga se apo të zinaja, sepse dami saj është i madh të dashur vëllezër besimtar, ja shkatron njeriu familjen e tij, ja shkatron fytyrën e tij, ja shkatron karakterin e tij, ja shkatron dynjan dhe ja humb ahiretin e tij nëse nuk pendohet. E prej mënyrave të ndëruar vëllezër besimtar që njeriu dhe besimtarin e veçanti ruhet, e ruan nderin e tij, e ruan moralin e tij, janë praktikimi, aplikimi i udhëzimeve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej tyre padyshim është imani, është devotshmëria, është takvallaku, as më i fort imani të dashur vëllezër besimtar në zemrën e njeriu, as më e fort devotshmëria në zemrën e njeriu, as më i sigurt njeriu nga kjo e keqe e madhe. Allah subhanahu wa ta'ala e ka sjellë shembullin e kujt? E Jusufit alayhi salatu wasalam, e atij djaloshit të bukur, madje djaloshi më i bukur që ka ekzistuar ndoshta, e ka sjellë Allah subhanahu wa ta'ala gjërësisht sprovën e tij, por ka treguar se çka e mbrojti Jusufin alayhi salatu wasalam për mos me ra në zina, ishte pikërisht imani, ishte pikërisht devotshmëria. Andaj tha Jusufi alayhi salatu wasalam, që ka ardhur në Kur'an, qala ma'adallah, kërkojmë mbrojtje për Allahut. Kur i bëre e grua ftesë për me bë zina, tha kërkojmë mbrojtje për Allahut, pra shpëtimin, mbrojtjen e xhetit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ajo që më së shumti mbron sot rinin dhe besimtarët në përgjithësi nga kjo e keqe e madhe, nga kjo sprovë e rrezikshme, e fuqishme, madje e përhapur shumë dashur edhe në shoqërinë tonë, është imani, është lidhja me Allahun subhanahu wa ta'ala. Aq më shumë devotshmëri në zemër, aq më i rujturi e vllai dashur besimtar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ai që ka frikë Allahun,
Allahu ja çel udh, Allahu ndihmon, Allahu e udhëzon dhe Allahu e ruan nga kjo e keqe. Prej mënyra për të ruajtur të dashur vëllezër besimtar nga përhapja e kësaj keqe të madhe dhe rromja në të është edhe veshja që i ka hije njeriu, veshja e grave që ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala, respektivisht largimi nga veshja provokuese, sepse ajo pastaj provokon dhe nxit, Zoti na ruajtë, edhe zinon, edhe amoralitetin, madje edhe mes atyre që ndoshta edhe janë të martuar me gra të tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ja ayuhan nabiyyu, o ti profet, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, o ti profet, thuaju grave tua dhe vajzave tua, wa nisa'il mu'minin, dhe grave të besimtarve deri në kiamet, që ti vendosin mbulesat. Kjo është masa më preventive të ndëruar vëllezër besimtar për me rujt derin dhe moralin, për me rujt karakterin, për me rujt imanin dhe devotshmërin, edhe me rujt veten vajza, por edhe me rujt tjetrin, nga se provokimi i madh është duke ndodhur të dashur vëllezër besimtar me këto veshje ekstravagante të këqija. Mbulesa pa dyshim, ose vesha një veshje që shiko hije një gruaje dhe një femre, sigurisht se e mbron edhe shoqërinë nga kjo e keqe e madhe. Të dashur vëllezër besimtar, është ruajtja e shikimit, ulja e shikimit, për cilin kam folë javën e kaluar, prej mënyrave më të mëdha dhe më të mira për me e ruajtë ose për me ruajt nderin dhe moralin, është ulja e shikimit, është ruajtja e shikimit. Andaj Allah subhanahu wa taala në surat Nur: wa kullil mu'minina, thuaju besimtarve që të ruajnë shikimin e tyre. Ajeti vazhdim: dhe thuaju besimtareve që të ruajnë shikimin e tyre. E kjo thot është më e mirë dhe më e lehtë pastaj për me ruajtë nderin dhe për me ruajtë moralin. Katër dashur vëllezër besimtar, është largimi ose ruajtja nga vetmia. Mos mu vetmu sot ka mundësi njeriu ose besimtari me gratë huaja, sepse pastaj kjo provokon ose prodhon runa Zot, prodhon diçka që mundet me çu deri te veprat e këqija. Profeti alayhi salatu Allahu azza wa jalla në Kur'an ka thonë: e kur të kërkoni diçka, e kur të keni nevojë prej grave jo të juaja, që sen gratë juaja diçka, atëherë kërkoni atë përmes perdes. E profeti alayhi salatu wasalam ka thonë: mos vetmohet një burr me një grua të huaj, nga se i tretin me ata të dy është shejtani. Pesë të dashur vëllezër besimtarë, ndarja mes burrave dhe grave sot ka mundësi në ambiente të ndryshme. E kjo më tash është gati thuajse e pamundur, por besimtarët duhet të bëjnë çmos që ta ruajnë nderin, ta ruajnë moralin, ta ruajnë karakterin dhe ta ruajnë familjen. Të nderuar vëllezër besimtarë, kjo sëmundje shëmtuese dhe shkatëruese dhe kjo dukurie neveritshme ka filluar të përhapet më të madhe. E s'ka dyshim se kontakti i burrit me gratë e huaja dhe e gruas me burrat e huaj mundet me prodhu, nëse nuk ka iman të fortë dhe devotshmëri të fortë, mundet me çu deri te kjo vepër. E ajo që kam praktikuar të parë tonë, po flas në shoqërinë tonë, në vendin tonë, ka qenë edukat islame, ka qenë vepër e buruar nga mësimet hyjnore, që burrat me qëndru me burra, e gratë me qëndru me burra. Po është dashur vëllezër besimtar, prej masave preventime për të ruajtur nga kjo ligë shëmtuar është edhe ruajtja nga shoqëria, ruajtja nga njerëz, largimi prej mjediseve, ambienteve, nejave ku flitet ose promovohet amoraliteti, ose flitet për amoralitet, ose promovohen vepra të këqija të këtij lloji.
Atyre shokëve nuk duhet me dhonë hapësirë, me ata nuk duhet me të qëndru, sepse të prishin, të shkatërojnë, të prishin ardhmerin, të prishin familjen. Rune prej shoqërisë së keqe, rune prej atyre të cilët në gjuhët e tyre, në mendjet e tyre, në gjymtyrët e tyre, kanë vetëm fjalë dhe vepra të këqija. Allahu na ruaj Rabbel Alamin. Këto janë disa këshilla të dashur besimtar për të ruajtur nga kjo e ligë e shëmtuar, e ranë, e cila edhe ka fillu dhe është përhapë goxha shumë edhe në mesin e shoqërisë, dhe njerëzve në përgjithësi. Allahu na ruajt nga kjo e ligë Rabbel Alamin. Allahu na dhash familje të shëndosh. Allahu e ruajt rinin ton nga kjo e ligë shkatërruese. Allahu e ruajt shoqërinë tonë dhe e vetëdijsoft dhe në udhë të drejtë e udhëzoft. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.